Jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare për rastë të shkojmë me rubrikën e vërtetë e pavërtetë. Unë falenderoj sponsorët tanë, të cilët janë Vala Forxhi dhe Dum Dum Fitness Water. Çka është e vërtetë dhe çka jo për këngëtarët, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Vesa Luma sërish ta zënë. Ky informacion nuk është i vërtet. Maji 2016 për Big Bassën dhe këngëtaren Vesa Luma do të mbahet mend gjatë. Ishte pikërisht ky muaj që i dha epitetin e të qenurit prind me bekimin Lian që erdhi në jetë. E pa u mbushur një vit i plot, lindën dyshime mbi një shtatzani të sërishme të këngëtarës. Shmangja e fotove me tërësi të trupit në fokus dhe një shlyerje nga planet e paralajmëruara për koncerte e projekte muzikore ishin dy indikatorë që nxitën hamendësimet. Por, e kontaktuar nga prive, Vesa mohoi një zhvillim të tillë. Duam të shijojmë Lianin edhe pak ndonse më ka marrë malli për ndjenjen e shtatzanis, por jo një herë. U shpreh këngëtarja. Duket se zgjerimi i familjes Xharri është në plane, mirë po me kalimin e kohës dhe jo kaq shpejt. Nëna, fjala që bashkon shumë artista. Kjo është plotësisht e vërtetë. Këngëtarja Ylka Kuqi po realizon një projekt me temën Nënën, të bazuar në një ngjarje të vërtetë. Kënga pritet të lansohet në festën e gruas pranë me 8 mars, ku pjesë e këtij projekti do të jenë shumë emra të skenës shqipe. Mes tyre edhe madhja Nexhmia Pagarusha. Pasaj, një nga pjesë të këngës do të këndojnë Leonora e Kupi e Gens Prilvukaj. Teksa pjesëtar të klipit do të jenë edhe aktorët Ylber Bardhi, Fatos Kryeziu dhe Adriana Matoshi. Kënga është shkruar nga një vajzë që ka humbur nënën dhe në bazë të mungesës që ajo ndjen, ka prodhuar një tekst të ndjeshëm të cilin Ylka e këndon me shumë dëshirë. Regjia e klipit është bërë nga Artan Korenica, ku pothuajse xhirimet kryesore kanë mbaruar. Aldo Bardhi nga X Factor ndahet nga e dashura. Ky informacion është plotësisht i vërtetë. Me figurën e tij gjatë garimit në edicionin e dytë të X Factor Albania, Aldo Bardhi ishte shndruar në të preferuarin e shumë vajzave. Megjithatë, për një kohë të gjatë, zemra e tij i kishte përkitur vetëm një vajze. Këngëtari i cili njihet për duetin me trajnerën e tij Soni Malaj tek Jeto, ka qenë në një lidhje tash një kohë me Ketiona Perën, bukuroshe nga Shqipëria me të cilën ishte njohur gjatë garës tek Klani. Çifti ishin shfaqur bashkë edhe në evente të ndryshme, mirë po nga burime pranë dyshos mësos se lidhja ka përfunduar. Gjurmët e njëri tjetrit tashmë nuk ekzistojnë as në rrjetet sociale.